إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falënderoj për ti falë dhe ndihmë, kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt më drejt përveç Allahut. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Ditëve të sodit shpesh përdorim kalendarin që e kemi në celularin ton. Marrët zakonisht i përdorim disa prej fletorëve që ishin për takime edhe për manifestime ndryshme që të shënohen ato. Ditëve të sodit zakonisht e përdorim celularin për shkak se e kemi me vete edhe në te i shënojmë takimet ndodhit më të rëndësishme, ndonjë datë, ndonjë termin kur e ketë mjeku, apo ndonjë mbledhje, ndonjë manifestim i caktuar që duhet që të prezantosh e kështu me radhë. Mirë po është një lloj takimi, një lloj termini që nuk shkruhet në asnjë lloj kalendari. Megjithatë do ndodh patjetër. Nuk ka mundësi që të iket, edhe nuk ka mundësi që njeriu të neglizhohet, patjetër duhet që të prezantoj në atë takim. Ky takim është takim që ndodh për secilin prej neve dhe siç e përmenda nuk ka mundësi askush ti ka ti. Ky takim është takimi i vdekjes. Takim që normalisht njeriu nuk e di se kur do ndodhet, nuk e di as datën, as ditën, as minutin, nuk e di as vendin, nuk e di as orën, nuk e di realisht se kur do ndodhe ai takim, por realisht patjetër e ka për me ndodh. Sado që ti mundosh për me hik, sado që ti mundosh që të fshehesh dikundi, megjithatë nuk ka mundësi që njeriu të ikë atij takimi. Allah Azza thot: "Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Thuaj, vdekja që ju ikni prej saj, s'ka dyshim që ajo do që zej. E pastaj do të ktheheni tek Allahu i cili është i gjithdijshmi, i të dukshmes edhe asaj që nuk duket, edhe pastaj Allahu juve do t'ju lajmëroj për atë që e keni punu. Unë e përmenda, takimi është i paqetërsueshëm, por dita dhe data nuk dihet. Andaj kjo e nxit besimtarin që të përgatitet për këtë takim, sepse me të vërtetë është një takim i rëndë. Edhe është një takim i cili vjen befas pa paralajmërim. Rrallë herë që paralajmëron, dhe rrallë herë që dikë e paralajmëron se është gati duke i ardhur. Në përgjithësi vije befas pa paralajmërim. Kur njeriu normalisht e di këtë realitet, përgatitet për këtë takim. Sikurse shembull, pa e marrë një shembull sa për ilustrim, edhe se nuk është shembull tamam që i përshtatet, që i përputhet, shembull do me hyjë me një punë. Edhe puna thot do thirrim ne në takim, po ti duhesh me u përgatit. Patjetër. Edhe ti japin disa prej gjërave që duhesh me u përgatit, edhe ti je në vazhdimsi në përgatitje. Deri kur? Derisa ata të ftojnë për takim. Po ti nuk e di se kur, ka mundsi një vit, ka mundsi 2 vite, ka mundsi 3 vite, kështu me radhë, do thot takimi mundet na vonë, po ti je në vazhdimsi gjendje gatishmërie. Kështu kërkohet prej neve. Prej neve kërkohet në vazhdimsi që kemi gatishmëri, për shkak se nuk e di kur vjen meleku i vdekjes edhe na merr shpirtin. Abdullah ibn Omeri ishte duke ecë rrugës dhe pejgamberi Allahut xhel e shtrin dorën e tij dhe ka për krau dhe i thot: "Ja Abdullah. O Abdullah. Jeton këtë dunjë si i huaj apo si udhëtar. Si i huaj e din ata që janë gurbet, me vete nuk marrin gjëra që ju duhen për një periudhë shumë të gjatë, për shkak se realisht janë gurbet. Gjërat i kanë të kufizuara, rrobat e tyre, pasuritë e tyre, e shumë gjëra që i kanë me vete, i kanë kufizuara për shkak se ata shpresojnë që të kthehen në vendlinjen e tyre, në vatanin e tyre. Edhe ai i cili është udhëtar, kur niset realisht udhëtimi i tij, sado që është i gjatë, her pas here ndalen disa stacione për pushim. Në këto stacione kur ndalet ai zakonisht qëndron pak për një periudhë, derisa pushon e pastaj e pret thirrjen për mu nis deri në destinacionin e fundit. Kështu duhet që qetë njeriu në këtë dunjë. Si udhëtari apo ti përngjasoj atij që është në gurbet. Për shkak se këta dy e din mirë çka do të thotë rrugtimi dhe çka do të thotë gurbeti. Dhe e din mirë që nuk është vatani i tyre i përhershëm. E ne
duhet që qemi në këtë gjendje, ti ngjashojmë atyre. Për shkak se kjo dunjë realisht është kalimtare dhe nuk është e përhershme, po është e përkohshme. Ky ishte mesazhi që dëshironte t'ia tregojë pejgamberi Allahut azza wa xal Abdullah ibn Omerit. Andaj kur ti e di që destinacioni i fundit i yti është ahireti, andaj përgatitesh. Përgatitesh mirë, edhe çdo stacion që jeni këtë dunjë vazhdon ndalesh, pushon, pastaj e pret thirrjen e fundit që të fton për takimin me Allahun ditën e Kiametit. Abdullah ibn Omeri nga ky hadith e kuptoi një realitet, edhe tha me gjuhën e tij. Tha nëse vjen mbrëmje mos e prit mëngjesin sepse mundet që të vijë meleku i vdekjes ndërkohë ta marrë shpirtin dhe ti nuk je në mesin e gjallëve. Dhe nëse gdhihesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen sepse ka mundësi që meleku i vdekjes të vijë ta marrë shpirtin e ti nuk ka mundësi për me ardhur në xhami dhe me fal namazin e akşamit. Dhe thoshte Ibn Omeri, shfrytëzoje jetën ose shfrytëzoj shëndetin tënd para së mungjes edhe shfrytëzoj jetën para vdekjes. Ky mesazh i Abdullah ibn Omerit ishte ai kuptimi i hadithit që ai kishte në mendjen e tij, me atë porosi të shkurtër që ia dha pejgamberi Allahut azza wa xal. Dhe po ashtu o ti i cili e kërkon të keqen ndalu edhe freno. Allah azza wa xal për çdo natë liron qafa nga zjarmi i xhenemit të Allahut azza wa xal. Normalisht këto ndryshime kozmologjike dhe këto thirrje shtytse dhe këto dhurata hyjnore nuk i shfrytëzon secili. Ai i cili i shfrytëzon lumë për atë, ai i cili e kthen shpinën dhe nuk do që të takohet me to dhe të shfrytëzojë ato mirë për atë. Po supozojmë që ky Ramazan është i fundit për neve. Patjetër do të jetë një Ramazan prej Ramazanëve, mos si vjet, ndoshta në mot, ndoshta mas 2 viteve, ndoshta mas 3 viteve, po patjetër një Ramazan do të jetë i fundit. Si do ishte gjendja jonë? Pe mormi si supozim thjesht. Si do ishte gjendja jonë? Patyshim që do ishte më e mirë. Do të përgatitesh më mirë. Garimi jo do ishte një garë që marrë nuk e ke bën, nuk e ke pas. Çdo minutë e shfrytëzon, çdo sekond e shfrytëzon. Mundosh vazhdimsi që të veprosh çdo send që Allah Zoti t'i falë gjunat e tua edhe të pastrojë nga mëkatet e tua. Ti kur e ke këtë ndjesi në brendësinë tënde që ky Ramazan është i fundit për ty, a do jetë agjerimi i njëjtë sikur se agjerimi i vitit kaluar? Padyshim që jo. Ky Ramazan do jetë më ndryshe. Do e ndjesh më ndryshe. Edhe poshtë do e ndjesh mirë në shpirtin tanë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë që çdo vepër e birit të Ademit i shumëfishohet atij. Një vepër e mirë shumëfishohet deri në 10, ajo deri në 700. Pastaj pejgamberi Allahut azza wa xal tha se Allah azza wa xal thotë përveç agjerimit. Për agjerimin unë e shpërblej sepse robi e braktisi ushimin dhe pijen dhe epshin për hir timin. Çdo sen është e kufizuar e caktuar përveç agjerimit. Për agjerimin kush shpërblen? Shpërblen Allah azza wa xal. Edhe për qera shpërblen Allah azza wa xal. Mirë po i ka kufizu për agjerimin jo. Pse? Për shkak se thot agjerimi është i imi e për agjerimin shpërblimi është pa kufi, që nuk e di askush përveç Allahut azza wa xal. Kjo çtyn si besimtar që të agjerosh edhe nesër ta shpresosh një shpërblim që ke me marr te Zoti yt. Ky shpërblim është shpërblim moral që nuk ka mundësi që të ndryshohet. Allah azza wa xal premtimin e vet nuk e thën. Prandaj e sheh besimtarin kur e mendon mirë, atëherë jo vetëm se 29 apo 30, po dëshiron që të agjerojë edhe më tepër, po muaji është i kufizuar, normalisht e kalon në një alternativë tjetër që pejgamberi Allahut azza wa xal e përmendi me një hadith dhe tha se men fattara sa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi. Kush i jep një agjëruesi ushqim iftar, Allah azza wa xal i shkruan sevapin atij, sikur se ai i cili agjeroi pa paksuar nga shpërblimi i agjerimit të tij. Kur ti e ndjen që ky Ramazan është i fundit për ty, s'ka dyshim që atëherë edhe gjua jote do të ndryshojë. E sharja jote, fjalët e pista, fjalët e ndyta, grindjet, problemet me njerëzit ik. Nuk dëshiron që të takohesh me ta, ose nuk dëshiron thjesht që të grindesh ose komunikacion ke problem përpara, një problem të vogël me njerëz ke prit do thotë për me shoh. Ta shojo ndalesh apo e ke një kontroll vetëpërmbajtje. Zatën ky është një prej synimeve të agjerimit, që njeriu ta kontrollojë veten e tij dhe ta shtojë
dozën e devotshmërisë së tij. Allahu subhanahu nuk ka nevojë për urinë edhe eqen ton, ashtu si qerin hadith ku tha pejgamberi se ai i cili nuk e braktis gënjeshtën edhe të punuarit me të, nuk ka nevojë Allahu subhanahu për robin e tij që ta praktisë ushimin dhe pijen e tij. Qëllimi është diku tjetër. Agjerimi i ka dobit e veta. Qëllimi, synimi kryesor i agjerimit është takvalloku, ti që është më i mirë, ti të bësh më i mirë. Kjo hinë Ramazan, tash ashtu si je. Kur del prej Ramazanit del shumë më i mirë se sa që ke qenë. Kjo kërkohet prej teje. Nuk kërkohet diçka tjetër. Se praktisja ushimit edhe pijes, abstenimi prej tyre mundet me qenë kurdo. Tamam, tash e bën për Allahun dhe dëshiron shpërblimin e tij. Megjithatë veprimet e tua për dëshmëri ta prishin atë. Edhe ti nuk ke mundësi që të ndryshosh. Realisht prej teje kërkohet diçka tjetër. Kërkohet takvalloku. Kërkohet që ti të qesh më i mirë, ti ruhesh gjunave, edhe shkosh pas urdhave të Allahut xhel. Prandaj tha Allahu xhel ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Besimtar, juve është obliguar agjerimi ashtu siç ka qenë obliguar te popujt e mërshëm. Me një qëllim, një synim, që ju të përmirësoni edhe qeni më të mirë. Kur ti e ndjen që ky Ramazan është i fundit për ty, s'ka dyshim që ti ke për me shfrytzu maksimumin, çdo minutë, çdo sekundë, për shkak se ti e di se mo nuk ka. Për ty më Ramazan nuk ka. Nuk ka mundësi me agjeru, nuk ka mundësi me qëndru në teravi, nuk ka mundësi me qëndru në namaznate, nuk ka mundësi me orë në xhami, me qëndru me vllazni, me qëndru do thot me besimtar, edhe me bashkëngje bashkë me ta, dhe me qenë njëjtin saf agjerueshëm, njëjtë, një shënim. Jo, mos ka për ty. Kjo është momenti i fundit për ty. Andaj çka bën? Normalisht edhe adhurimet e ti janë më të mëdha. Ky muaj është i madh. Ajo që rrit vlerën e këtij muajit është fakti se zbritin te Kur'ani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah tha, muaj Ramazanit është muaj ku të zbriti Kur'ani. Kur'ani është i madh, prandaj edhe ky muaj është i madh. E ti kur e di çka bën, lexon sa më tepër Kur'an. Një prej synimeve të Ramazanit është me shtu lidhshmërinë e robit me librin e Allahut xhel. Jo që ai e lexon vetëm se Ramazan, ai lexon vazhdimsi, po në Ramazan më tepër me lenë e Allahut xhel. Ajo që është më tepër është hadithi i pejgamberit sa i cili tha që kush e lexon një germ prej librit të Allahut xhel ka një të mirë, e mira shumë fishot deri në 10. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk po them elif lam mim që është një germ, po them elifi është një germ, lami është një germ, mimi është një germ. Këto tri janë tri germa. Një faqe e Kur'anit, një faqe do të musafit, i ka diku 500 germa. 500 germa. Një shpërblet me 10 i bie 5000 shpërblime. Një faqe në musaf, nëse merr me lexu, i ke 5000 shpërblime, 5000 shpërblime. Nëse bën hatme, diku 30 milion shpërblime. 30 milion, ti e milioner, pasanik, 30 milion, për shka për një hatme. A dikush i cili është më i shpejt leximin e Kuranit, ka mundësi me bë hatme çdo 3 ditë ose çdo 7 ditë, ose do thot spaku do thot një herë muaj. 30 milion shpërblime. E normalisht që ai i cili para vetës e ka vdekjen në vazhdimsi, para syve ti, s'ka dyshim që ai i ka këto ndjenja. Edhe e mendon vazhdimsi atë se ky Ramazan mundet realisht me qenë Ramazani i fundit ti. Kur e supozon se ky Ramazan është i fundit edhe ngjen shpirtin tan, s'ka dyshim që problem nuk ka edhe namazin e teravive. Ne zakonisht hasim probleme në teravi për shkak se njerëzit nuk munden me qëndru. Edhe është e vërtet për shkak se ndryshon ritmi, se para Ramazanit ke qenë ndryshe namazi më i shkurt. Tash është më gjatë, imami lexon më gjatë. Po kur e kujton besimtari se me një rekat lexohet Kur'an, ka dhikr, ka dua, e përmend Allahun, e madhëron, kështu me radhë, ban sabër. Duron apo? Duron shkaku i gjithë atyre të mirave që i merr me vete me lenë e Allahut azza wa jall. Normalisht ky problem nuk është i lehtë. Po dhe xheneti nuk është i lirë. Xheneti është i shtrejtë. E gjithat kontën tënde që e mbush me ato të mira, shpresohet që me to ta blesh xhenetin e Allahut. Ti blesh ato të mirat e xhenetit të Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall tha: "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Të devotshmit do të qenë në kopshte dhe në vende ku ka burime që rrjedhin, do thot burime në xhenetin e Allahut azza wa jall. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ata do ta marrin atë që Allah azza wa jall u jep atyre. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, edhe pse në dunjë ata ishin prej bamirësve.
Kanu qalila min al-layli ma yahjahun, ata natën flinin pak, wa bil ashari hum yastaghfirun. Kur vinte koha e agimit, ata kërkonin falje te Allahu Azza wa Jall. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, kurse në pasurinë e tyre ata e dinë mirë që ka të drejtë kush ai i cili lyp edhe ai i cili është i ngrat. I ngrati është ai i cili nuk lyp, ka nevojë, po nuk del haptazi me shpreh. E zatën këta kërkohen ma tepër, se këta e ruajnë pak fytyrën e tyre, edhe nuk duan që të bien në sytë e njerëzve, kanë nevojë po nuk lypin. E këta kanë hak në pasurinë e atyre të cilët posedojnë pasuri dhe e kanë obligim për me dhënë, sidoqoftë. Ajo që neve këtu na intereson është çështja që në Taravia, kur e kujton njeriu që është Ramazani i fundit dhe nuk ka më teravi për të, normalisht ai bën sabër, duron. Natën e 25, siç e transmeton e Bodherri, pejgamberi sa kur e fali namazin e teravis e fali deri mesnatë. Edhe i thanë sahabët, i thanë ja Rasulullah, sikur ta kishin fal deri në mëngjes, deri në kohën e agimit. Pejgamberi sa çfarë ju tha? Pejgamberi Allahu ta zgjidh tha, nëse njeriu falet me imamin prej fillimit derisa ta krye, i shënot atij sikur se me pas fal tan natën namaz. Kjo vlen për ata të cilët hikin edhe nuk e falin namazin me imamin prej fillimit deri në fund. Le ta dinë që braktisja e tyre nuk është prej sipas sunetit pejgamberit sa lejohet normalisht, nuk ka problem, do mu fal të shtëpia, nuk ka problem, po nuk mundet me qenë më mirë. Ne po themi më mirë është udhëzimi i pejgamberit sa. Nëse ti e do udhëzimin e pejgamberit sa, këtu e ke. Prej fillimit deri në fund me imamin. Nëse falesh atëherë ke problemin sikur se mu pas fal tan natën. Jashtë Ramazanit nuk mundesh ama tash mundesh me lenë Allahut. Kjo le të jetë shtyqje për ata që zakonisht nuk munden për me që don teravi, le ta kujtojnë këtë problem me lenë Allahut azh. Ata që janë gjel, se ky Ramazan është i fundit, për ta normalisht edhe luqet e tyre do janë ndryshe. Do jenë me përulje plot. E ke pa një njerëz i cili është shumë nevojtar, kur i drejtohet Allahut azh, sa e paraqet atë varfrinë e tij, përuljen e tij, qan. Zëri i tij është i ulur, i përulur. Thjesht am kupton është i thyer me zemrën e tij, para kujt, para Zotit të tij. Kërkon prej Allahut atë që i nevojitet, xhenetin e Allahut, friga prej xhenemit të Allahut. Kështu është ai i cili e ngjen se Ramazani i tij është i fundit. Sa e di se kjo është derë, mundësi për me fitu xhenetin e Allahut. Dhe për më mbrojtë nga xhenemi i Allahut, për shkak se dyert janë të hapura xhenetit, kurse dyert e xhenemit janë mbyllura gjitha. Madje shikoni vetëm se në Kur'an, Musaf, kur Allah Zogjeli përmend ajetet e agjërimit, mesin e tyre thot: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ta Allah Zogjel, nëse të pyet dikush, thuaj që unë jam afër atij, i përgjigjem luçës sa atij i cili lutet, më drejtohet me luçe, do thot mos u dëshpëro, sa Allah Zogjel i përgjigjet luçës tënde, dhe tha Allah Zogjel, let më përgjigjen ata, let të respektojnë urdhat e mia dhe let besojnë në mua, sepse unë do t'i uzoj ata. E normalisht që unë e thash kërkesa e besimtarit cila është thjesht t'ja japet xhenetin e Allahut, edhe ta mbrojë nga xhenemi i Allahut. Ky është synimi i tij. E kush e ka këtë gjendje në brendësinë e tij, padyshim që i gafletet, e shton veprimtarinë e tij, edhe po ashtu do thotë e arrin gradën më të lartë të taqvallokut e devotshmërisë. Elusa Allah që ta mban prej tyre. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ai i cili ndjen që ky Ramazan do jetë Ramazani i fundit i tij, s'ka dyshim që i gjunave edhe mundohet vazhdimsi që mos ta hidhrojë Zotin e tij. Cili e ka këtë ndjenjë në shpirtin e tij, është edhe shumë rënd që të bie në gjunave për shkak se ajo vetdia e mbikëqyrjes synore te aja shumë e lartë, shumë e madhe. Ramazani i Zotit mëson, për shkak se agjërimi është i fshehtë, nuk e di askush përveç se ti edhe Zoti yt. Ka mundësi ti me dal me pretendu që agjeron, sepse askush nuk qef, po Zoti yt e di. E kjo ta mëson atë lidhjen, raportin tanë, sinqeritetin mes teje dhe mes Allahut azh wa xal. Kjo ta shton edhe vetdinë e mbikëqyrjes synore. E te besimtari kjo ndikon më vonë, sepse i ruhet gjunave, edhe mundohet vazhdimsi ti hiqë atyre me qëllim që mos ta zemroje Zotin e tij. Plus asaj, ai e di që tash i kemi disa dyer të hapura të mirësive, ku njeriu ka mundësi për me arrit shumë dhe më ju fal gjunat atij. Pra me se sem tha men sa me Ramadan, kush agjeron Ramazanin. Hadithin tjetër, men ka me Ramadan, kush i fal teravit në Ramazan. Hadithin tjetër, men ka me Lejlet el Kadr, kush falet, do thot kush ngrit ose gjallëron natën e Kadrit. Këto 3 hadithe
Pastaj te secila prej atyre vjen imanen wa ihtisabe, me bindje të plotë se është ligj prej Allahut azza wa jall dhe me shpresë se Allah do ta shpërblej gufir lehu ma taqaddam min dhanbi, i falin gjunat e tij të mërshme, gjunat e vogla, sepse normalisht gjunat e mëdha kërkojnë pendim enkas ose të veçantë për ato gjunat që e ke bë. Po ato gjunat e vogla janë shumë, sepse ato të dikur bën të mëdha, pak po dikur bën shumë. E nëse ti i shfryzon këto dyër, këto 3 dyër, padyshim se paksosh me gjunohe, letohet edhe trupi yt edhe pastrohet edhe zemra jote me lenë e Allahut xhel. Ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut këtë muaj, s'ka dyshim që do jetë i privuar dhe do përfshihet në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit i cili erdhi te pejgamberi dhe i tha: "O Muhammed, ai i cili e arrin Ramazanin edhe nuk i falet atij, del prej Ramazanit pa ju fal atij, Allahu e largoft prej rahmetit tij." Ta thuaj amin pejgamberi Allahut xhel. Tha amin. Andaj ti i cili e kërkon të mirën vepro, ti i cili e kërkon të keqen ndalu edhe freno, ti i cili e kërkon të mirën dije se e gjeli patjetër do vije, koha nuk dihet, as minuti nuk dihet, as dita nuk dihet, takimi është i patjetërsueshëm, këtë di veç Allahu azza wa jall se kur e jona mbetet gatishmëria. Allahu azza wa jall thot: "Ja Yuhannas ittaku rabbakum", o njerëz, keni frikë Zotin tuaj, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Ta do të vijë një ditë ku prindi nuk ka mundësi t'i bëjë dobi fëmijës së tij, e as fëmia as pak nuk mund t'i bëjë dobi prindit të tij. Inna wa'dallahi haq, premtimi i Allahut është i vërtet. Fela taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur, mos ju mashtroje jeta e kësaj dunjoje dhe mos ju mashtroje shejtani e t'ju largojë prej Allahut azza wa jall. Inna Allaha indahu ilmu sa, tek Allahu është dija se kur do ndodhe kiameti, wa yunazzilu al-ghayth, edhe poshtu se kur zbrit shivi, wa ya'lamu ma fil arham, dhe poshtu Allahu e di se çfarë ka në mitrën e gruas, edhe pse normalisht tash është let me eho, mirë po megjithatë Allahu subhanahu wa taala di fillimin se çfarë do ndodh, po Allahu subhanahu wa taala është ai i cili cakton realisht se çfarë do ndodh në mitrën e gruas. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada, dhe njeriu nuk e di se nesër se çka do të punoj. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dhe poshtu Allahu nuk e di se, Allahu e di se ku do të ndrosh jetë, ne nuk e dimi se ku, cilin vend në cilin moment. Inna Allaha alimul khabir, Allah është i gjithdijshmi, është ai i cili e di çdo sen dhe e njeh çdo sen. Elusi Allahu azza wa jall që Allahu azza wa jall ta mëshiron, dhe elusi Allahun që imanin ton Allahu ta shton, dhe elusi Allahu azza wa jall që Allahu të na vetëdijson edhe ta kemi atë gjendje sikur se është Ramazani i fundit me qëllim që të përmirësohemi, dhe elusi Allahun që agjerimin ton Allahu të pranon, dhe elusi çdo adhurim që Allahu azza wa jall na pranoj, dhe poshtë elusi Allahu që çdo musliman të gjatë dhe Allahu të mëshiron. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.